Në çdo cikël të zgjedhjeve lokale, Kërçova është komuna në të cilën gara gjithnjë është e nxehtë. Zyrtarisht kandidaturën për kryetare ka shpallur Shkodrana Lili si kandidat i pavarur. Ai në Daily Click tha se Kërçova ka nevojë për ndryshim dhe se do të kërkojë përkrajen edhe nga partitë BDI dhe Vlen. Unë apeloj edhe prej televizioni juaj, shfrytëzoj rastin, nëse më jepni hapësirën, që të bëjnë një thirrje që të na votojnë të dyja partitë politike. Ju mbështesin. Tani, po e bëni thirrjen publikisht, por a do të kërkoni që të takoni me ata dhe sy më sy ndoshta për ndonjë marrëveshje? Është e pakuptim nëse ne se kërkojmë atë punë. Do të thonë ajo është e domosdoshme që ne të kërkojmë mbështetjen e të dyve partive politike ose të dy taboret politike që kemi në qytetin e Kërçovës. I pyetur se çka nëse dhe kryetari aktual Fatmir Dehari do të kandidohet, Alili tha se ka ardhur koha të hapet krahu për rinin. Besoj se është e frikshme edhe për atë që të bëjë një rotacion politik, të hapi krahu në rini, të motivoj rini, të mbështesi rinin, është koha si rinia që e ka mbështetur atë në çdo cikël zgjedhor, në çdo ëndër të tij ose vendim se ku do të jetë dhe ku do të udhëheqë, rinia e ka përkrahur pas një kusht. Është momenti që tash t'i jepet hapësira kohës, hapësirë t'i jepet të rinisë, që me të vërtetë ta tregojmë edhe ne atë çka dimë dhe sa mundemi të ndërtojmë për. Edhe nga Vlen kanë paralajmëruar se do të kenë kandidatin e tyre, ndërsa Bilal Kasami kandidaturën në Shkodrana Lilit e vlerësoi si të afërt me BDI-n. Alili e mohoi këtë akuzë duke rikujtuar edhe një herë se është kandidat i pavarur. Ndryshe, edhe VMRO DPMNE pritet që shumë shpejt të prezantojnë kandidatin e tyre për kryetar.